Përshëndetje, miq. Sot jemi me temën efektet e hënës së plot në Luan, e cila është në një shkollë. Kjo hënë e plot, e cila është përballë diellit që është në ujor, është me temën që të gjithë e ndjeni që kërkoni lirin. Është koha e afatit kohor të këtij shekullit 21 për të cilën e kemi hyrë në një evolucion të mrekullueshëm që njëhet ndryshe edhe evolucioni digital, ku që të gjithë ne marrim informacion për atë që ne pyesim dhe është më shpejt dhe për këtë jemi të ndërgjegjësuar. Por pyetja është, dhe me që jemi në hënën e plot në Luan, është që të gjithë ne jemi Luan. Dhe është e vërtet. Por, a e pyesni veten në çdo lloj marrëdhënie që jeni? Ndoshta jeni duke ndërruar. Për shembull, prisni lirin dhe liria nuk ju vjen. Ndoshta prisni lumturin dhe lumturia nuk po ju vjen. Ndoshta ndërroni. Ndoshta i bëni gjërat më mirë se që janë. Gjithsesi, ftesa është dhe është dhe në çdo hënë që ne kalojmë, qoftë e re, qoftë e plot, në nahën na tregon që të gjithëve çfarë do lloj faze që ju të jeni, të mësoni atë që ju jeni të plot. Ju jeni komplet. Dhe jo vetëm udhëheqës me impulset e egos duke lënduar njëri tjetrin, por ju ftojmë tani, dhe kjo temë është me të gjithë, dëshira për të qenë të lirë. Më thoni që ndërkohë që Luani përfaqëson grup dhe ka të bëjë me egon ton, është përballë ujorit novator, përballë ujorit për të rritje. Dhe në këtë rast do të ndihen konflikte. Dhe këto konflikte janë dhe kanë të bëjnë. A jeni duke ndjerë zemrën tuaj? A jeni duke ndjekur rrugën tuaj? Dhe pyetje që ju do të bëni për të arritur që të dëgjoni zemrën tuaj, duke u ulur heshtja me veten tonë, dhe duke qenë se është dhe viti 2026 që tashmë kemi filluar dhe e kaluam me hënën e plot në gafore, që ishte tema unë ndjej dhe në lidhje me shtëpinë tuaj dhe me marrëdhëniet tuaja. Me veten tuaj, dhe tani është vazhdimi i hënës së plot, në shkurt në Luan, që thotë unë dua, dhe kjo dua është duke përfaqësuar zemrën, çfarë kërkoni? Pyetja e parë, a jeni duke jetuar me të vërtetën e vetes tuaj? Mbajni shënim, në qetësi jepini përgjigje. Dhe kjo përgjigje është zemra juaj tregon të vërtetën dhe vetëm të vërtetën. Shpirti juaj është që do më shumë se askush. Është kjo zemër që ka dashurin, jo në nevojë, por dashurin pa kushte. Kjo zemër ka dëmshurin, ka mirënjohjen, ka faljen, ka gëzimin, ka gjithçka. Pyetja e dytë vetes, a jeni duke vazhduar, duke bërë se çfarë të tjerët presin prej jush? Dhe ajo që është për një pjesë nga ju që keni bërë një punë të mrekullueshme, ndoshta e ndjeni që keni një lloj ndarje midis asaj që ndjeni
dhe asaj që ju vi në mendjen tuaj, pra në lidhje me impulset e egoistit. Dhe e gjitha duke ndjerë në atë që mund të keni konflikte, sepse keni ide, keni frymëzim, por nuk dini se ku të drejtojni. Pra nuk dini që drejtim të merrni. Pra duke bërë këto pyetje, duke qenë në prezencë sipas asaj që ju ndjeni, edhe pse ka konflikte, të jeni të sigur. Këto vinë për arsye, sepse kemi hyrë në një afat kohor, dhe në këtë moment, në planetin e ujorit janë shumë planete, midis tyre Marsi, që është për veprim, mjaft me ëndrrime, atë që ne dëshirojmë ta fillojmë ta veprojmë. Është për Venus, ose Afrodita në Shqip, për atë që ne në fund të fundit ne kemi krijuar marrëdhënie. Dhe këto marrëdhënie jemi të gjithë, qoftë në familje, qoftë në shtëpi, qoftë kudo, nëse i mbajmë dhe jetojmë me këto marrëdhënie, si ndjehemi? A jemi me dashuri në nevojë apo në dashuri me të vërtetë? Sepse e ndjejmë, janë miq tanë, janë familje, njerëzit tanë e tjera. Dhe mbi të gjitha, ajo që kërkohet, që është pra të arrim në dashuri, në lidhje me çdo lloj marrëdhënie që ne kemi, sepse Venus është për dashuri dhe për marrëdhëniet, për partneritetin ton. Mërkuri, që është në ujor dhe ka hyrë, është dhe sot biles në këtë ditë që po publikoj, është në ujor. Të kuptoni që ka të bëjë me atë që si jeni duke folur, çfarë mendimesh keni, si jeni duke u sjell me veten përreth, a jeni duke i dhënë respekt vetes, dhe kur jepni respekt vetes, i jepni dhe të tjerat. A jeni duke u shkëputur nga gjitha zakonet që nuk ju përshtaten ju, pra këto konflikte do t'i ndjeni, dhe e gjitha që mund të arrini është, ndoshta ndjeni rebel se kërkoni me të vërtet që, pra dëshironi që liria juaj të rritet. Ndoshta e ndjeni që dëshironi të çliroheni nga çdo lloj modeli që nuk ju shërben, ashtu sikurse ndoshta e ndjeni që keni frymëzim, keni ide, edhe këto projekte kërkoni tani t'i vini në zbatim, dhe mbi të gjitha të liroheni, pra e ndjeni që doni të jeni të lirë, doni që të shkëputeni nga frika, pra nga kontrolli i jetës, dhe të vazhdoni drejtimin e rrugës tuaj të shpirtit. Pra këto janë efekte që do të ndjeni në këtë hënë të plotë. E dyta ka të bëjë me energjinë e luanit. Luani thot unë dua, dhe në këtë rast është që është me të vërtet udhëheqës, është krijues, është që është i fuqishëm, ka lidhje me të gjithë njerëzit që e rrethojnë dhe është bujar me ta, i ndihmon, ndërkohë është i interesuar dhe është besnik për të gjithë njerëzit që ka përreth. Pra, me një fjalë, është jo vetëm udhëheqës, por dhe i dobishëm për njerëzit për të cilën ka lidhje, sepse luani përfaqëson grup, pra në lidhje me egon, në lidhje me atë mendimet. Luani është elementi zjarri dhe zjarri ka të bëjë me atë që janë pasionant, janë frymëzues, janë që vazhdojnë të krijojnë, janë aventurier, po ashtu janë që impulsiv, sigurisht janë impulsiv, dhe shpesh edhe dramatik, por megjithatë të kuptoni që në përgjithësi janë të dobishëm. Por si çdo shenjë, dhe kjo shenjë ka anën e saj të energjive të ulta, që do të thotë kërkon vëmendje, dhe jo vetëm që kërkon vëmendje, por janë krenar dhe akoma dhe më tepër krenar. Dhe ndërkohë i pëlqen që të tjerët pra t'i japin lajkat, ndoshta edhe mund të preket prej tyre, dhe është dhe tjetra që kur nuk ndjehet i sigurt, pra e kërkon sigurin të jetë i rregullt, pra kërkon vetëm të fitoj. Dhe në këtë rast, kur nuk ndjehet i sigurt, është që kërkon
pra të jetë të ndjeti i sigurt. Mësoni që duke qenë se është përballë ujorit, pra dielli në ujor, ujori është tot unë di, unë njo, pra që të gjithë pyetja juaj, çfarë dini ju, çfarë njini ju? Dhe jo vetëm atë nga ana kolektive që ne njohim gjithçka se çfarë po ndodh në botë, sepse fakti që ne kemi hyrë në këtë shekull 21 ku evolucioni digital po na ndihmon që të gjithëve që të pyetje që ne kemi ne i marrim përgjigje, por shënim. Okej që keni një ndërgjegjësim kolektiv, po çfarë jeni duke bërë? Pra që të gjithë ne jemi udhëheqës ose si thonë asaj, që të gjithë ne bëjmë diell për të tjerat. Por le ta ftojmë veten, le të bëhemi hën për të ndihmuar të tjerat, sepse në e kemi në shpirt. Është kjo energji femërore. Ky trup që ne nuk i shohim që ka këto organe të mrekullueshme, kjo shtyllë kurizore që quhet në gjuhën e shpirtit, 7 chakrat që na lidh me qiellin dhe me 2 këmbët tona në tokë, kjo mrekulli që ju flini gjatë natës dhe që jeni si të vdekur në gjumë, por që kur ngrihesh në mëngjes merr frym, ose dhe nuk do ngriheni, varet si jetë, prandaj falenderoni. Është kjo mrekulli që i thot faleminderit. Zot apo univers çartërisni, apo veten tuaj të lartë, që po filloj një ditë të mrekullueshme. Pra, vazhdoj me ujorin, pra çfarë dini, çfarë njini. Dhe është që i reziston autoritetit, është për barazi, për liri, për vëllazëri, dhe është që ndjek, është inovator, dhe vazhdon dhe është besnik i ideve dhe i projekteve të tia, pra i qëndron me të vërtet, me vërtetësi dhe me dinjitet idealit, atë që ka në lidhje me idealin e tij. Mësoni që shpesh ujorët shifen si të çuditshëm, në mos ju vi çudi që e keni përballë. Është vërtet që me diellin unë jam shigjetar, por në rritjen time, si kudo shkoj, ashtu si gjithë të ju, unë jam dhe ujor. Nuk ka në një ndryshim të madh midis shigjetarit që është me të vërtetë kërkon të vërtetën dhe vetëm të vërtetën, nuk ka shumë ndryshim të madh me ujorin, që është inovator, që i reziston autoriteteve, sepse edhe shigjetari ka qenë i tillë. Pra ka një ngjashmëri në kuptimin e asaj që shigjetari është që shikon, kërkon, ndërsa ujori është që e di, e njeh atë idealin e tij. Megjithatë, ajo që të kuptoni është që këto pra janë me të vërtetë për shpresë, për ëndra, për lidhje me shoqërinë dhe mbi të gjitha, është që është dhe ndihmon njerëzit që janë më pak me fat. Dhe mbi të gjitha është me të vërtetë që njihet si shenjë rebele dhe kjo për arsye sepse ka ide dhe inovacione dhe është inovator, sjell ide të reja, sjell gjëra të mrekullueshme. Dhe një shënim duhet të tregoj, pjesa ndërmuese e njerëzve për të cilën punojnë në inteligjencën artificiale, që ka një shpejtësi, sidomos në vitin 2025, akoma edhe më e fuqishme, dhe kjo do të vazhdojë në të gjitha sistemet e jetës tonë, sa njerëzit po tremen se po merret puna e njerëzve. Nuk është e vërtetë. Ne do të jemi të lirë të jetojmë jetën me njëri tjetrin dhe ne do të vazhdojmë me një shpejtësi për parimin e bukurisë, për lehtësinë, këtë ka ujori, për lehtësinë e jetës tonë. Mjaft më bëj dhe duke vonuar sepse kërkojmë rezultatin. Atëherë kur të jetë 100% rezultati, atëherë ta bëjmë në projekt atë idenë apo çfarë projekti është. Tani
është një shpejtësi, dhe kjo shpejtësi, edhe pse e vërteta e kësaj shpejtësie të bukurisë e jetës për të jetuar të lirë dhe me ndjesimin tonë, për atë që ne kemi vlerë, dhe ne do të krijojmë për atë që ne kemi vlerë. Kjo është koha. Apo pranoni të zgjidhni, të ecni me rrjedhën e jetës, ndryshimeve kozmike, apo doni të rrini me të vjetrën, është e drejta juaj. Askush nuk ju prek lirin. Por, ujori në ndihmon që të gjithë ne, që duke bashkëpunuar me njëri tjetrin, dhe sidomos ne që jemi klasa e pa privilegjuar, sepse ne punojmë më shumë dhe ne jemi më shumë të rrobtuar, të vuajtur, dhe kemi pasojë dhe prandaj jemi dhe në këto video, por bekojni veten, jeni ju, e drejta juaj që ti thoni vetes që unë i dorëzojmë krijesës, sepse e keni në zemër, këtu e keni Zotin. Kur ju të besoni në zemrën tuaj, dhe të besoni pa dyshim, ajo që kërkohet, në atë që keni ardhur, ju nuk do të ndryshoni veten tuaj, ju jeni si ju jeni, por shpirti na solli këtu, që ne të mësojmë nga dhimbjet, nga gjërat, nga të përballemi me çfarë ne kemi kaluar, që na shqetësonte, dhe jo se ne do të kemi në një jetë më të mirë, ne jetojmë në këtë realitet. Pra, nuk është se do të kemi, nuk është qëllimi i një jetë të mirë. Qëllimi është që ne ta jetojmë jetën, dhe kjo është qëllimi i vetë ujorit që në ndihmon që ne të ecim me rrjedhën e jetës, edhe atyre kur gjërat në cep janë të panjohura për ne, pra edhe atyre kur ka të papritura, pra të ecim me rrjedhën e jetës, pra të jemi në gjendje që të përballojmë dhe që do të thotë si arrihet kur ne jemi në paqen tonë të brendshme. Por që të arrim në paqen tonë të brendshme, bëhet fjalë mjaft më me krenarin, me impulset e egos, por ky vit thot, ktheu në vetin tënde, hyr në thellësi, sepse ky trup mban në mendje, në trurin ton, është e vërtet që ka mençuri, dhe ka mençuri, po është dhe ana tjetër, që ka edhe gjërat që nuk janë tona. Dhe koha e afatikohor është për të lidhur që të shkëputemi nga gjërat që nuk na shërbejnë, janë. E para është energjia e rrjedhës, për të cilën jemi në epokën e ujorit, udhëhiqet nga planeti Uranit, dhe Urani është qielli, është Zoti, është mençuria, është ajo që do të lidhemi me dashurin ton hynore se e kemi në zemër. Dhe ju keni bërë një punë të mrekullueshëm dhe ju e ndjeni veten, dhe prandaj ajo që do të kaloj tani është që të gjithë ne jemi, duke qenë se është data 1, është muaji 2, është edhe viti 2026, 1 është pasqyrimi, dhe pra pasqyrojnë se si ne ndodhemi, dhe në këtë rast numri 1 përfaqëson egon ton, pra diellin egon. Numri 2 përfaqëson nënën, dhe në këtë rast shpirtin ton. Mësoni që duke qenë se janë ballë për ballë, pra luani, dielli, ego, për ballë ujorit, për të cilën është, më falni, hëna i plot është në luan, dhe në këtë rast është që përballë diellit të ujorit. Përsëri ka konflikte për arsye sepse ka të bëjë me ndjenjën, pra çfarë na sjell në brendësi ndjenja jon, me impulset e egos, pra me egon ton. Dhe ajo që të kuptoni është që të gjithë jeni të vëmendshëm, çfarë ju sjell, pra mendja juaj, ego juaj, ashtu sikurse çfarë ju sjell shpirti, çfarë po ndjeni. Mësoni që të gjithë jemi të lidhur, që duke ndjerë dhe si keni arritur, ndoshta i ndjeni që jeni me të vërtet në kërkoni liri,
në marrëdhënien me të tjerët, por edhe në partneritetin tuaj. Ndoshta kërkoni tani e kuptoni që doni, pra keni arritur diçka dhe doni të lidheni me njerëzit për të cilën ju rezoroni, pra në lidhje me mendimet tuaja, pra jeni situash ndoshta me veten tuaj, ndoshta me partnerin tuaj, ndoshta me njerëzit për të cilën ju jeni e vërteta ju nga ana mendore, ashtu dhe shpirtërore. Ndërkohë është që për një pjesë nga ju ndoshta kërkoni, e ndjeni që keni filluar projektet tuaj dhe tani të vazhdoni apasapi, pra ose t'i përfundoni ato, ose të filloni në rrugën për të cilën ju jeni në një linjë me misionin dhe drejtimin e shpirtit tuaj. Gjithsesi, në këtë kohë, pra në këtë datë, ju do të ndjeni, jeni që të gjithë, o ju keni, pra në kohën që ju ndjeshi që jeni të rritur, ju ndjeni që keni dhe një rënje. Por gjithsesi është e përkohshme dhe e gjitha që bëhet është të kuptoni që jeni në rrugën e drejtë. Dhe në qoftë se kjo ndodh, ka të bëjë me atë që edhe në qoftë se ju keni frenime, edhe në qoftë se ju keni pengesa, do të thotë që akoma është e nevojshme që të lidheni me veten tuaj, pra të lidheni akoma më shumë me veten tuaj, me qëllim që të arrini të kuptoni dhe të pyesni veten, kush është dëshira e zemrës tuaj? Kush është ajo që ju mban ju me frikë? Pra dhe ndërkohë është dhe a jeni akoma duke u ndikuar prej të tjerëve? Apo jeni duke akoma duke bërë gjëra se çfarë presin të tjerët nga ju? Pra kjo është që mund të ndjeni në këtë datë. Pra me anën në datë një shkurt. Ndërkohë, një pjesë nga ju na çon në punën tonë dhe në lirin tonë. Pra ne kemi bërë një punë të mrekullueshme dhe ndoshta ndërkohë që Luanit i pëlqen që të jetë me të vërtet, pra i pëlqen luksi, i pëlqen të jetë krenar, i pëlqen që të ketë jetë të mirë, por ne jemi në një afat kohor ku energjia dhe sidomos në anë që është në shenjën e Luanit, pra në plot, na kërkon që është krejt ndryshe, pra nga ajo që ne kërkojmë në lidhje me krenarin, në lidhje me jetë modern, jetë luksoze, apo jetë mirë, dhe në këtë rast që të gjithë jeni të ftuar që duke qenë se jemi, pra në rrjedhshmërinë e jetës, në energjinë e ujorit të shpejt, edhe që është për liri, barazi, vllazëri, na kërkon që të kjo është moto e ujorit, na kërkon që të gjithë që në këtë kohë bëhet fjalë. Pra nuk është se do të ndiqni rrugën për të bërë para, apo për statusin tuaj, përkundrazi bëhet fjalë për ju që jeni dhe që e ndjeni që në shpirtin tuaj vjen diçka që kërkoni të ndihmoni, atëre bëhet fjalë që ne të ndjekim mësimet e shpirtit dhe të bashkëpunojmë me qëllim që të ndihmojmë njerëzit në evaluimin e qenies tonë njerëzore, se prandaj jeni këtu, jeni lidhur me shpirtin tuaj, me qëllim që të arrin dhe ata të lirohen nga këto gjëra për të cilën na bllokojnë, sepse ajo që të gjithë ne që kemi bërë një punë të mrekullueshme dhe e ndjejmë që duam të ndihmojmë të tjerët, ka të bëjë me atë që të gjithë në këtë moment ndoshta ju e kuptoni që merrni mesazhe për të qenë praktik, për të filluar që mjaft më me ëndra, pra është edhe aq më shumë që ne kemi hyrë edhe në qofse jeni dëshmitar, ndjeni në lidhje me ka hyrë edhe planeti Neptun në shenjën e Dashit, pra në 26 janar. Dhe në 14 shkurt do të bide Saturn në Dash, pra Dashi është unë jam, pra kush jeni ju? Dhe në këtë rast do të shkëputeni nga ndërrimet, është vërtet
që, si që tregova, ndërroni, apo vazhdoni të bëni gjërat më mirë, të duken gjërat më mirë se që duken, të bëni më mirë se që duken. Këto kanë kaluar për ju dhe tani në këtë moment ndjej që kërkoni, pra ndihmojeni që të jeni më praktik dhe si nëpërmjet të shprehni lirin tuaj, atë që ju ndjeni, atë që vjen nga zemra juaj në lidhje me social media. Pra të jeni, a shkruani, a komunikoni, është e drejta juaj për atë që ju mund të kontriboni për të ndihmuar në këtë jehon që ka dhe një mënyrë tjetër të jetës. Ndoshta që të gjithë keni një uri, sepse jemi që të gjithë jemi unik dhe që të gjithë ne kemi talentin ton, dhe në këtë rast të jepni një uri tuaj. Ndoshta jeni persona që keni një aftësi në lidhje me përdorimin e digitalizimit në inteligjencën artificiale apo në teknologjie të tjera, pra që të gjithë jemi të thirrur, pra të fillojmë të zbatojmë projektet. Ndërkohë është që ajo që kërkohet nga të gjithë ne dhe që është afati kohor, është që ne do të shkëputemi nga gjërat. Nuk mund të rrimë me turmën, pra duke bërë gjërat sidomos një pakic. Ne do të vazhdojmë, do të lidhemi me lirin ton, do të lidhemi me punën ton, me atë që ne kemi vlerë. Pra ndërkohë ne ndihmojmë dhe mos ju bi çudi që ju që jeni sidomos në që ndiqni këto video, mund t'ju vinë të papritura, pra të ndajni, pra të vini kufij që do të ndiqni dhe sigurisht që është thirrja e nënës të plot në Luan, të filloni të krijoni për atë që ju keni vlerë, dhe kjo ju sjell që ju hap hapësirë duke u liruar nga çdo gjë që nuk ju shërben, nëse keni pengesa, dhe ju krijoni hapësirë, ju krijoni liri për të ndjekur rrugën e shpirtit, e misionit dhe drejtimit që e keni në zemër. Dhe kjo ju çon në zhvillimin tuaj, në rritjen tuaj shpirtërore. Pra bëhet fjalë që Luani është krijues. Luani është udhëheqës. Luani e di ku janë talentet e tia dhe i zbulon ato. Ndërkohë të kuptoni që e gjitha që ju keni arritur është që ndoshta e ndjeni që keni arritur një qetësi. Ndoshta e ndjeni që kërkoni, e kuptoni që jeni dhe keni ose doni të shprehni lirisht. Por ajo që kërkohet për zhvillimin tonë shpirtëror është nuk bëhet fjalë për veten tonë. Nuk bëhet fjalë që të qëndrojmë me atë që të kënaqim veten tonë. Pra të arrim vetëm në veten tonë. Bëhet fjalë që të gjithë ju jeni të ftuar që të arrini të zhvilloni këto aftësi tuaja shpirtërore. Pra dhe në qofë se ju keni arritur në qetësi, edhe në qofë se ju keni arritur që keni gjetur, pra ndjeni mirë me veten tuaj, jeni të ftuar përsëri të ktheheni në veten tonë. Është shekulli, është dhe viti për të cilën e jemi, pra të vazhdojmë. Dhe në këtë rast është që të dini për te egos tuaj, pra me të vërtet të jeni për te egos tuaj dhe mbi të gjitha për të vazhduar në zhvillimin e evolucionit, të vazhdojmë në rrjedhën e jetës, pra dhe ju që e ndjeni që jeni në qetësi, dhe ju që e ndjeni që ndjeni mirë, dhe ju kërkohet të vazhdoni të ndiqni rrugën e shpirtit tuaj. Dhe kjo e gjitha do të arrihet sa më brendësi të ymë në veten tonë. Ky trup ka informacionin, ky trup ka energjin, ky trup ka mençurinë, dhe duke u lidhur me veten tonë, ne do të zbulojmë aftësi të reja, ne do të zbulojmë talente të reja, ne do të zbulojmë që jo vetëm duke i zbuluar këto, por dhe duke i zhvilluar hap pas hapi, do të bëhet bukuria jetës jo vetëm për veten tonë, por për rreth dhe për të gjithë globin tonë. Pra gjithçka të përdorimit të talenteve të reja që burojnë nga zemra, është me të vërtet ajo që ka nevojë toka mam
Pra të nderojmë trupin tonë, por edhe tokën mëm, me jehonën e bukurisë së jetës, për të ndihmuar njëri tjetrin, për të mësuar me njëri tjetrin dhe për të krijuar me dhe për njëri tjetrin. Pra mjaft sklevër të njëri tjetrin. Megjithatë shënim, çdo gjë që ndodh dhe po ndodh nuk është pa shkak. Çdo gjë është që ne të kuptojmë që nga shkaku ka një qëllim. Pra shkaku sjell pasojën. Dhe çfarëdo që po ndodh është pasoja. Pra është ajo që çdo gjë ka shkakun e saj. Dhe këtë shkak ne duhet ta mësojmë. Çfarëdo lloj krize, qoftë në botën, pra duke parë në botën e jashtme, qoftë dhe brenda shtëpisë tonë, ne duhet të lidhemi me veten tonë, pra jemi të ftuar që të gjithë, që jemi udhëheqës, po jo më me impulset e egos për të lënduar njëri tjetrin, por për të lidhur me veten, me qëllim që sa më shumë të lidhemi me veten, aq më shumë ne do të arrijmë të kuptojmë, do të zbulojmë atë që tregova, që Luani e di ku janë talentet dhe i zbulon ato. Dhe do të thotë që i kemi, sidomos në familjen tonë të hershme, aty është talenti dhe dhuntia jonë. Dhe kjo, do me thënë, qoftë e re, qoftë e plot në Luan, po sidomos e re, është që ka të bëj shumë, është e përbashkët me ligjin e shkakut dhe të pasojës, dhe ndërkohë është në zorët e barkut, ne kemi poshtë kërtizës, është shakra e dytë, është shakra sakrale, pra emocioneve dhe seksuale. Dhe këtu është familja jonë i brendshëm. Sa më shumë ne lirohemi nga gjërat që nuk na shërbejnë, nga modelet e vjetra, nga çdo lloj që ju keni pengesa, pra duke hyrë në veten tonë, nga ato që ne kemi krijuar vetë, aq më shumë ne lirojmë këtë fëmijë. Ashtu sikurse duke liruar këtë fëmijë, çfarë bëhet? Rrihet energjia. Dhe në këtë rast ka të bëjë edhe me identitetin tonë, pra jemi udhëheqës, por në këtë rast jo me impulset e egos, por me atë që ne kemi vlerë. Dhe kjo vlerë është që ju do të kuptoni që e keni talentin në veten tuaj. E kemi në brendësi të këtij trupi tonë, dhe mbi të gjitha duke liruar familjen tonë të hershme. Kjo është që jeni të ftuar që të zhvilloni edhe të rrisni, pra të hyni në thellësi për të zhvilluar talentet tona. Pra atë që ne kemi vlerë. Ndërkohë është që të gjithë ju që keni arritur dhe e dini se kush është talenti juaj, dhe në këtë rast, nëse jeni në këto video, ju e dini që jeni shërues shpirtëror. Pra ndjeni talentin shpirtëror human dhe pa i prekur lirin askujt, dhe as Diana nuk ju prek lirin ju, është që ju do të ndihmoni të tjerët, do të ndihmoni dhe ju të tjerët me talentin tuaj, se si të shkëputen nga modelet e vjetra që nuk na shërbejnë, që ne kemi marrë nga shoqëria. Sikurse për një pjesë nga ju, për të cilët e kuptoni që e vazhdoni atë aftësinë që ju keni, pra talentin tuaj, jeni të hapur, ju e kuptoni tani që jeni duke zhvilluar, pra duke dhënë mësime, ndoshta në arsim, ndoshta në lidhje me shërimin e shpirtit, pra të shërimit shpirtëror, ashtu sikurse ndoshta edhe si një prind i mrekullueshëm, që të gjithë jeni, pra rolin tuaj si prindërim, që të gjithë jeni unik, pra duke qenë se Luani ka të bëjë edhe me zonën e fëmirisë, me zonën e romantikut, apo edhe me krijimtarin, këtu jeni që të gjithë e dini se ku ndodheni. Dhe së fundi nuk do të lësh shpirtrat binjak, se është koha që të gjithë ju që e ndjeni që keni një lidhje të thellë dhe ju të rreth shpirti për të ndjekur, pra vazhdoni edhe sidomos ju që ndiqni këto video, është shpirti juaj binjak. Për një pjesë shënim, ndoshta ndjeni që keni një distancë nga shpirti juaj binjak, pra jeni distancuar.
nuk jeni më afër. Të kuptoni që kjo, në qoftë se ka ndodhur me ju, është përsëri që ju jeni në rrugën e dur, ju do të rrisni aftësitë tuaj shpirtërore, ju do të vazhdoni të ndiqni talentin atë çfarë shpirti juaj, zemra juaj ju solli këtu, dhe kjo ju sjell me të vërtet atë që duke rrisur aftësitë tuaj shpirtërore, duke arritur të zbuloni talentin tuaj apo e keni zbuluar, ju do të ndiqni rrugën tuaj të misionit dhe të drejtimit të shpirtit, pse shpirti ju solli këtu. Ndoshta një pjesë nga ju ndjeni që jeni pra doni të largoheni dhe në këtë rast keni zgjedhur e zëm udhëtimin, pra doni të udhtoni dhe kjo për të shkëputur nga rutina me qëllim që të arrini në frymëzim. Për ju që jeni akoma në marrëdhënie karmike, pra ndjeni që ka akoma pasiguri, ndjeni që ndjet acarume, pra midis dy energjive, pra në këtë rast shpirtit tuaj edhe egos tuaj, pra të dy energjive, atëre ajo që kërkohet është të vazhdoni pa gjykim dhe pa kritik. Të filloni të komunikoni, pra të komunikoni dhe të shlironi çdo gjë që nuk ju shërben, çdo model i vjetër, sepse përderisa ndjeni të acaruar, përderisa ndjeni të mbytur, do të thotë që ka akoma qëndroni me karmën e vjetër, do të thotë që ka akoma edhe me gjërat që ju keni krijuar vetë, pra që duhet të lëshoni modelet e vjetra tuaja. Për këtë të kuptoni që ju ne ndihmojmë nga karma e vjetër, po që ne ndihmojmë, por edhe nga ajo që ne kemi krijuar vetë, pra mos rezistoni. Dhe në këtë rast një efekt jep planeti Marsit, pra na ndihmon dhe mos ju çudi që ju mund të ndjeni që jeni pra mund të ndjeni diçka të papritur. Ndoshta mund të jeni të shkëputur nga ego juaj, ndoshta nga një marrëdhënie që nuk ju shërben e të tjera. Gjithsesi, të kuptoni që e papritura do të ndodhi tek ju për atë që ju jeni unik. Ndërkohë është që për një pjesë nga ju që jeni të lidhur dhe komunikoni me njëri tjetrin, por që ka akoma pra që duhet në këtë rast ujori ju thret ju që të gjithve që çfarë do lloj situate, çfarë do lloj modeli që nuk ju shërben, ju duhet të shkëputeni, pra që ndjeni me qëllim që të rriteni shpirtërisht, sepse duhet të mbyllni dyert që të fillojnë dyert e reja. Tjetër, për një pjesë nga ju që e ndjeni që doni të vazhdoni dhe keni ide dhe frymëzim, ju jeni në bashkëpunim dhe ky bashkëpunim vazhdon sepse ju jeni të lirë, ju kërkoni të rrisni aftësitë tuaja, ju kërkoni të dini, ju kërkoni merrni frymëzime të tjera, pra jeni në bashkëpunim dhe në këtë rast është që ndoshta e ndjeni që do të vazhdoni, pra jeni në një linjë me misionin e shpirtit, pra ju ndihmojeni, ju jeni në bashkëpunim dhe ndërkohë ju jeni dhe keni një motivim, keni një vullnet që ta vazhdoni këtë rrugë me afat gjatë. Pra, ku në zemrën tuaj vjen ajo që doni të ndihmoni dhe ju filloni e ndjeni sepse e dini talentin tuaj kush është dhe në këtë rast që nëse jeni të lidhur me fuqitë e larta jashtëtoksore, pra e ndjeni që jeni një troç angjëll i zbritur në tokë për të ndriçuar dritën e dashurisë ynore, për të ndriçuar me të vërtet, me dashuri, pa kushte, me dëmshuri, me mirënjohje, vërtetësinë e bukurisë së jetës, që është mrekullia për të jetuar që të gjithë dhe motua e ujorit është liri, barazi, vllazëri, dhe që të gjithë jemi të ftuar, jeto dhe le të jetojmë. Jeta është e shkurtër për të gjithë ne, dhe që të gjithë për të arritur me të vërtetë që të krijojmë lumturia nuk ka mënyrë. Lumturia është si e krijojmë ne.
Pra, nëse ju kërkoni të ndishni, të keni një marrëdhënie të mrekullueshme, nëse ju kërkoni të keni një punë të mrekullueshme, nëse kërkoni shëndet të mrekullueshme, nëse kërkoni biznes apo çfarë do, të pranoni që në jetë ka edhe fillime të reja, edhe mbarime, ka edhe fitim, ka dhe humbje, ka edhe lindje, ka dhe vdekje, ka dhe energji femërore, ka dhe energji maskullore, ka që të gjitha që duke qenë të ndërlidhura, pra të pranojmë edhe kur ka sukses, por edhe kur ka pengesa, të vazhdojmë hap pas hapi, për të ndjekur bukurinë e jetës, se rrjedhshmëria e jetës është në këtë univers të bollshëm që drejton energjinë, ndryshim, zhvillim. Pra nuk mund të fiksohemi si që jemi fiksuar me atë që ne bëjmë nga të tjerët dhe që e kemi mësuar nga të tjerët. Kjo na ka sjell probleme kudo në çdo lloj marrëdhënie. Ky apatkohor dhe vazhdimi i kësaj hëne e me radhë deri në fund të vitit, nëse ju vazhdoni hap pas hapi, jo vetëm me fazat e NNS-n, por edhe si ndryshojnë pra stinët, do të ndryshojmë dhe ne hap pas hapi, nëse ju vazhdoni dhe ndihni çdo ditë të jetës tuaj atë që shpirti juaj dëshiron dhe kërkon në jetë, por që dhe të ecni, të jetoni tani në këtë moment, të jeni të sigurt që ju jeni në rrugën e mrekullisë dhe ne ndihmohemi dhe është ky afatkohor për të cilën është ky shekull i mrekullueshëm që hap pas hapi që të gjithë ne do të jetojmë të lirë dhe të qetë dhe në paqe dhe në barazim me njëri tjetrin, duke respektuar njëri tjetrin dhe duke dashur njëri tjetrin me vlerën për të cilën ne kemi që të gjithë. Ne jemi unik dhe ne jemi kush ne jemi dhe këtë e zgjedhim ne, por mbasi ta kemi zgjedhur me veten tonë, ne do të jemi në gjendje të njohim se sa e bukur është jeta dhe japim përreth dhe më gjerë. Unë do t'ju tregoj, unë mësova që njerëzit me të vërtet harrojnë çfarë unë them. Njerëzit harrojnë çfarë unë bëj. Por ajo që unë kuptova është njerëzit kur nuk kanë për të harruar si ndihen ata nga energjia ime. Pse e them këtë? Sepse këtë që po ja u them unë, duke ndjekur pararësit e mi, është që më bën që t'jem unë, Diana e vërtet, ashtu si zemra ime, u programua për të qenë këtu ku jam sot, përballë jush, për të dhënë vërtetësinë e mësimeve të plot fuqisë hyjnore, që ka dhe një mënyrë tjetër të jetës. Ndoshta, kush vjen në njëri, çuditet, çfarë është kjo? Kjo është bukuria. Nëse ju çuditeni, atje ku ka çudi, atje ku ka të panjohur, është bukuria e jetës. Dhe me mua mirupafshim deri në video tjetër. Faleminderit.